i nderuar drejtori i Institutit Sabri Efendi Bajgora, të nderuar të pranishëm, të nderuar studios. Kumtesën time do ta nis me një thënie arabe shumë të vlefshme për kohën, po edhe në kohën që po jetojmë bashkëkohore. Thot, me vakëf njeriu i jep pasurisë një shpirt tjetër, e shkëput nga vetja që të mos shuhet me të, dhe e lidh me të mirën që të jetoj më gjatë se koha. Studimi im jam bazuar në disa metodologji që jam munduar që ta përpiloj, duke përdorur metodën historike, analitike, cila përfshin shqyrtimin e vakëfeve historike, librave dhe arkivave që janë shkruar po në këtë fushë, pashtu metodën komparative, krahasimtare, të cilën jam mundu t'i krahasoj namet e ndryshme dhe vakëfet që janë lënë në troje shqiptare, si dhe interpretimi i të dhënave historike, identifikimi i ndikimeve të vakëve në jetën fetare shoqërore të shqiptarëve. Vakëfet, siç e dim, janë ndër institucionet më të rëndësishme në zhvillimin e jetës fetare dhe të transformimit social të shqiptarëve. Përmes funksioneve të tyre, ato kanë kontribuar në ngritjen dhe mirëqenien e komuniteteve, në organizimin e vendbanimeve dhe në forcimin e marrëdhënieve shoqërore. Vakëfet kanë siguruar që feja islame të ruaj praninë e qëndrueshme dhe të strukturuar dhe me ndikim në shoqërinë shqiptare, duke mbrojtur traditën fetare, kujtesën historike dhe identitetin kulturor, veçanërisht në periudhat më sfiduese për kombin tonë. Në kuadër të historisë shqiptare, ngritja e xhamive dhe objekteve tjera të kultit është e pandashme nga tradita e vakëfeve, të cilat kanë shërbyer si bazë financiare dhe institucionale për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Të frymëzuar nga tekstet dhe diskursi fetar, shqiptarët lanë vakëfe, të cilat i rezistuan dhëmbit të kohës deri në ditët e sotme. Sigurisht që frymëzuar edhe nga thënjet profetike dhe nga thënjet e sahabëve radiallahu anhum, ku thon kale Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, lem yekun ahadun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam dhu muqdiratin illa waqaf. Pra nuk ka pas asnjë sahab në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka pas mundësi me lënë vakf e që nuk ka lënë. Për dhënë ka qenë një formë gare e tyre për të lënë sa më shumë vakf. Zhvillimi i arsimit dhe informimit fetar ndër shqiptarët u realizua kryesisht përmes medreseve, bibliotekave dhe institucioneve të tjera arsimore, ndërsa forcimi i solidaritetit shoqëror u mbështet dukshëm nga funksionimi i vakëfeve, të cilat ushtronin bamirësi dhe ofronin mbështetje për shtresat në nevojë. Si institucione të ngritura mbi baza juridike dhe fetare, vakëfet përfshin xhamit, mejtepet e medreset, imaretet, karavansarajet, çezmat, puset, ujësjellsat, banjat publike dhe çarshit funksionuan si qendra rreth të cilave u organizua jeta fetare, kulturore dhe shoqërore e shqiptarëve. Në këtë kuadër, veçanërisht do më thënë se janë disa prej vakëfeve historike më të rëndësishme, vakëfi Mehmet Pashka Qanikliut, i legalizuar më vitin 1608, vakëfi Sultan Mehmet Fatiut në Prishtinë, i cili mundsoi ndërtimin e xhamisë së tij, po ashtu vakëfi Mehmet Pash Bushatliut në Shkodër, si dhe vakëfi Jahja Pashës në Shkup. Këto vakëfe jo vetëm që kanë mundur që bën të mundur ngritjen e objekteve fetare dhe publike, por siguruar në mënyrë të vazhdueshme dhe mirëmbajtjen e tyre, si dhe financimin e imamëve, hatibëve dhe muezinëve. Në tërësi, vakëfet kanë luajtur një rol vendimtar jo vetëm në forcimin e jetës fetare, por edhe si promotor të zhvillimit ekonomik, kulturor dhe urbanistik në trevat shqiptare. Përgjatë historisë, shqiptarët përmes vakëfeve dhe institucioneve të dijes ndërtuan një rend të qëndrueshëm, shoqëror dhe moral, duke krijuar baza të forta për zhvillimin fetar, kulturor dhe arsimor. Udhëhequr nga parimet e mësimeve islame dhe të frymëzuar nga mesazhi i surës En-Nahl, ku theksohet se ajo që është pranë Allahut është e qëndrueshme dhe e pashtershme. Wa ma indallahi baqin. Shqiptarët e kultivuan ndjenjen dhe bindjen se vlerat e përhershme të shpërblimit është i qëndrueshëm borën vetëm nga ai i cili jep me mëshirë dhe pa kufi. Vakfi është një urtësi e mishëruar në një amanet të përhershëm që kumton nuk kam jetuar vetëm për veten time. Përmes vakëve shërbimit që kalonin brez pas brezi, urojtën dhe transmetuan, disa prej këtyre kanë arritur deri në ditët sotme, ndërsa të tjerat nuk kanë mbijetuar.
Lënia e vakfit është gjithashtu një formë e veçantë e realizimit e njërit nga parimet më thelbësore, shoqërore dhe morale të Islamit, e cila konsideron se sakrifikimi për të mirën e përgjithshme, megjithatë nuk duhet harruar se lënia e vakfit ka qenë traditë e hershme islame ku Allahu dhul Xhelal thot: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim." Që në përkthim do të thotë, kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim as kënaqësinë e lumtur në xhenet, derisa të mos jepni më të dhëmshmën, më të dashur pasurisë suaj. Çka do të jepni, Allahu atë e di. Kompleksi ndërtuar në lagjën Katip Shahi në Verilindit e Shkupit nga Kashenikli Mehmet Pasha është një nga veprat më të vjetra të ngjashme me shumë të tjera që janë shkatëruar një pjesë të ndryshme të Ballkanit. Asnjë nga xhamit, shkollat, bibliotekat që përbënin këtë kompleks nuk kanë mbijetuar derisa në ditët e sotme. Ai ka shërbyer si vali, guvernatori i Rumelisë, ka mbajtur edhe funksione të tjera përveç këtij posti dhe ka ushtruar detyra me shumë vende të ndryshme. Ai duke e lënë vakfin tha: "Në pasurinë time të lishme nga fitimet e mia të lejuara, kam vakufnuar e kam bllokuar për hir të Allahut dhe për kënaqësinë e tij shumën prej 10.000 florinsh, të ndarë në 100 njësi dhe nga 120 gjithsej 1.200.000 monedha të vlefshme në atë kohë. Po ashtu kam vakufnuar në lagjën e përmendur oborrin, kuzhinën, depon, kullën, ambarët, dhomat sipër dhe poshtë në oborrin e jashtëm, stallet si dhe kopshtet në të dy anët, bashkë me 35 shpata prej argjendi, një palë kupash bakri, 2 palë shal argjendi të Rumelisë dhe 1/3 e pasurisime. Po ashtu kemi edhe pasurinë e Hoxha Sinan Pashës, i cili është i lidhur emri i tij ngushtë me Kaçanikun dhe ndërtimin e tij. Të dhënat për këto i kemi të evidentuar nga Evlia Çelebiu, i cili thot se Hoxha Sinan Pasha e ka ndërtuar kalan e Kaçanikut, ku përveç kalas nga vakëfnami e tij kuptojmë se Sinan Pasha në Kaçanik ka ndërtuar një xhami, atë që ekziston edhe sot, një imaret, kuzhinë popullore dhe 2 hane, një shkollë dhe një hamam. Prof, ka dalë. Të mbyllim. Okay. Mirë, këtë përfundoj pra. Atëherë, rujtja e kësaj tradite dhe mbështetja në institucionet e dijes mbetet detyra jonë kryesore, prandaj edhe sot para nesh shndron detyra më e lartë të ruajmë këtë traditë të ndritshme. Çdo kontribut për institucionet e dijes nga mektebet deri te universitetet është një investim në themelet më të forta të ekzistencës dhe përparimit tonë. Faleminderit.